Këtë ditë ne kemi pranuar informacione nga mësimdhënës, si dhe prindër, të cilët janë të shqetësuar lidhur me tërheqjen e printerëve dhe fotokopjeve nga institucionet publike, në këtë rast shkollat, pothuajse të gjitha shkollat. Kompania e cila ka pasur të kontraktuar këtë shërbim ka tërheqë pajisjet për arsye se mjetet e parapara që të shpenzohen për një vit, si pasojë e keq menaxhimit, komuna i ka shpenzuar për 5 muaj diçka, pothuajse ende pa arrit 6 muaj, ata tashmë veç i kanë shpenzuar mjetet e parapara në vlerë diku rreth mbi 5.600 eurove dhe si pasojë e kësaj operatori ekonomik është detyruar që pajisjet e tija të cilat kanë qenë në shërbim me qero t'i tërheq nga të gjitha institucionet shkollore. Ky vendim i tërheqjes apo ky keq menaxhim që ka bë komuna Shtimës bën që të pengoj procesin mësimor, për shkak se tani mësimdhënësit kanë nevojë që të hartojnë tekste, të hartojnë dokumentacion i cili u nevojitet për mësimdhënie dhe mësimzënie, por edhe përgatiten për teste të nxënësve dhe andaj ka shkaktuar telashe në procesin mësimor. Kjo problematik, këtë qeverisje ka përcjellë në vazhdimsi, domethënë vitin e kaluar ne kanë pasur të njëjtin problem, mirë po ja mundu që ta zgjidhen në për kohë të shkurt, mirë po del që është bën një keq planifikim dhe një keq menaxhim dhe si pasojë e saj operatori ekonomik ka tërheqë të gjitha aparaturat, cilat gjenden nëpër shkollat e komunës së Shtimës.